do të shkoj direkt në këto momente për një lidhje në një shtëpi muze, e cila është me 10 flamuj edhe koleksione pa tjetër të cilat janë të bukura për të na i prezentuar, e kush nuk më del mua në lidhje përveç se Klodit, Klod Frokun, cilin e kam në raportim në këto momente. Klod, kush ta ka hap derën e shtëpisë? Përshëndetje Flori, përshëndetje. Sot na ka mirëpritur Shpëtim Sula, i cili është dhe presidenti i shoqatës koleksionistëve shqiptar. Le të themi shtëpia e tij ngjan më shumë si një muze për sa i përket koleksioneve që ai mban, por ne kemi ardhur në fakt për të prezantuar ato flamurë të cilët sot kujtohen më shumë se asnjëherë. Dhe këtu zoti Shpëtim ka rreth 40 copë nga këto të viteve të ndryshme. Përshëndetje Shpëtim dhe kënaqësi dhe faleminderit që na vjen. Shpëtimi më pak si kauboj sot. Edhe mirë se erdhët. Po. Sot jam një qik për ndryshe, se sot sa më shumë afrohet mbrëmja edhe gëzimi sot. Shpëtimi ka një dashuri të jashtëzakonshme për koleksionin, por sidomos Flori do të themi për flamurët. Në fakt unë e pyeta edhe për vlerën e tyre, se duken pak të vegjël të vjetër, por tha sa më i vjetër është, aq më shumë i rritet vlera. Duke filluar nga 7 milion lekë të vjetra, fillon nëse do ishin në tregshitje. Por njëri që është një nga më të vjetët e më të bukur këtu që po pëlqen shumë, është ky për cilin Shpëtimi thotë i përket një viti të largët. Flamur ka ardhur nga Amerika dhe është i vitit 1908, është i shoqërisë Besabes. Në atë kohë shoqëria Besabes prodhoi disa flamur të cilët u reklamuan dhe në shtypin e kohës, por një nga ata në formate pra të ndryshme, një nga ata është edhe ky flamur që kemi ne sot. Rreth kësaj forme flamuri janë thurur shumë tregime, legjenda për kasinë. Na thuaj një legjend që do ta mbajnë mend shqiptarët në këto momente, po që s'ja ke thënë kujt Shpëtim. Një legjend është ajo e Marigos që atë e dim ne. Marigos është Marigos që nuk është verifikuar asnjëherë. Por asnjëherë nuk është verifikuar nëse është e vërtetë. Deklaruar nga ana e saj që flamurin e kam qëndisur unë. Edhe ky që po shikojmë këtu Flori, që thotë i Beslidhes, është i Besabesës që flamur, është imitimi i flamurit, të cilit mendohet se e ka qenis dhe për festën e 28 nëntorit. Cili është gabimi më i madh që shqetëson Shpëtimin që bëhet tek flamurit shqiptar? Shqetësimi pra në elementet e flamurit se fije në Spangoje në cilën është vendosur një punë e kryqit kuq. Pra në të kaluarën në kohën e Zogut flamujt kisha drejt i tregtonte vetëm kryqit kuq, edhe të ardhurat i shkonin kryqit kuq. Pasaj gabime ka sot sa të duash, që na vinë flamuj kinez me atë gjuhën në pjesën e sipërme të nofullës së shpendit. Jo të mërzitur. Ja një gabim që po themi. Kjo, po këto janë monstruozitete normal që të mërzisin. Më trego dhe një flamur tjetër që ti e ke për zemër. Na e trego bashkë me Klodin. Se mua më dolën titrat. Një tjetër që ka për zemër, që është edhe një nga më të vjetri. Flamur tjetër është ky 1904, si kryeministëve shqiptare të marrësisë madhe, ose veriu Shqipërisë. Roft Shqipnia. Ai thot Roft Shqipnia, është i vitit 1905, edhe është nga flamurët e radhë që ka mund është qëndisur me fjari. Shpëtim, sa vështirë ke për t'i ruajtur këta flamurë në gjendje? Sa kushton ai po ta shesësh Shpëtim? Po, të paktën 10 milion lekë bën ky. 10 milion lekë. 10 milion lekë duke folur me qemi në kuadrin e festave se më po rritet. Po, ne nuk na shkon mendja kur që t'i shesim, po, themi që 10 milion.
se të gjithë flamujt e mi janë të regjistruar në qendrën e regjistrimit të pasurive kulturore pranë Ministrisë Kulturës. Po. Janë të gjithë flamujt, të 40. Klot, Janë ti me këtë do kartela. zgjedhësh? Janë dhe me shmime, me për masa, me... Këtë me fije ari, mendoj, Flori, të zgjedhim. Këtë me fijari. Do të vënd parë. Pastaj është i bukur është edhe ky i prind vitit, i 7 marsit 1914, është në formë trekëndshi, edhe ky është prej Leshi, sof Leshi, po i dëmtuar është pak, po ta shikosh tu. Po. Edhe është i vështirë restaurimi tyre. A sa bukur. Dgjoni, ju falenderoj shumë. Është i prind vitit. Edhe do ta lëm madje me kuriozitet më të madh që njerëzit të vinë edhe të trokasin tek shtëpia jote e shpëtime dhe ta pinë në një kafe, edhe të shohin dhe këto flamur se si dihet asnjëherë, ose të ta sjell prap Klodin, se Klodi ka qef me futet kështu tek shtëpita e artistave dhe na e sjell nga i prezantim. Nga momentin në moment. Klod, Sidomos ta që nga mirë presin. patjetër. Po, se kanë dalë titrat. Ju falenderoj shumë. Mirë, Falenderoj shumë Pasë në shpëtimin. diçka të fundit, nësa, dhe... Po, edhe i në moment fundit, të po. Fuzuar festën. Desha të tregoj dhe kartolinat me qemi në prag festash. O, sa e bukur. Ka koleksionuar disa nga kartolinat më të vjetra, që ishin dikur, besoj... Sa të vjetra janë? Pak mund t'i muaj men, po kanë qenë disa nga kartolinat më të veçanta. Po. Janë të vjetra të viteve, për shembull kjo i përket të vitit... Janë të vite 70. 70. Deri në 90-ën. 70, 90. Po ka dhe të tilla që janë të Kemi edhe ca parashimit. të kohës së zonë. Faleminderit shumë. Faleminderit Klod, faleminderit Shpëtim, e mbyll programin edhe për sot. Faleminderit që keni qëndruar me mua në Koreali, ne takohemi bashkë të hënën. Gëzuar që të gjithë shqiptarëve. Vazhdoni që ndroni rreth të shoh.